Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 40 vjeçe dhe për një kohë të gjatë kam jetuar me idenë se jeta ime kishte hyrë në një fazë të sheshtë. Jo e keqe, jo dramatike, por isha mpirë. Çdo ditë më dukej e njëjta. Zgjohesha herët, përgatisja kafen, ndizja kompjuterin, bëja punën time, mbyllja dritat në mbrëmje dhe flija. Nuk kishte më pritje as shgënjime, vetëm vazhdimsi. Shtëpia ime ishte pasqyra e kësaj gjendjeje. Muret kishin filluar të zbehen, ngjyra ishte bërë e pashquar si një kujtim që nuk dë më, por as nuk të gëzon. Më kishte kapur një nevojë e çuditshme për ndryshim, por jo nga ato ndryshimet e mëdha. Doja diçka konkrete, të prekshme, prandaj vendosa të lyeja shtëpinë. Nuk ishte një vendim impulsiv. E shtyva për muaj me muaj, çdo herë i thosha vetes javën tjetër. Derisa një të diel, duke parë muret me dritën e pasdites që i bënte edhe më të zymta, mora telefonin dhe nisa të kërkoj një bojaxhi. Emri i Erbenit më doli disa herë. E mora në telefon pa shumë pritshmëri. Zëri i tij ishte i qetë, i drejt për drejt. Më tha se mund të vinte të nesërmen për të parë shtëpinë. Kur erdhi, mbaj mend se ishte shumë i thjeshtë në sjellje. Nuk u përpoq të bënte përshtypje. Eci në përdhoma, preku muret, pa dritaret, bëri disa pyetje praktike, asgjë personale, dhe pikërisht kjo më dha ndjesinë e sigurisë. Ditën e parë të punës, unë qëndrova kryesisht në dhomën tjetër. Zhurma e punës së tij më shoqëronte gjithë ditën. Her pas here e dëgjoja duke lëvizur mobiljet, duke rregulluar diçka. Në një moment më thiri për të më pyetur për një detaj ngjyre. U afrova dhe pash se e kishte marrë punën me shumë seriozitet. Kjo më bëri përshtypje më shumë se sa çdo gjë tjetër. Kaluan disa ditë kështu. Bisedat tona ishin të shkurtra, të përmbajtura. Por me kalimin e kohës, ato filluan të zjasnin pak më shumë. Një koment për motin, një shaka e vogël për rrëmujën e jetës, një vëzhgim i thjeshtë. Nuk ishte flirë të hapur, por kishte një ndjesi respekti dhe vëmendje që nuk i kisha ndjerë më parë. Fillova të vërej gjëra të vogla, mënyrën si pastronte gjithmonë pas vetes, si pyeste para se të prekte diçka që ishte personale, si nuk e ngrinte kurrë zërin. Këto gjëra më dukeshin të rëndësishme, ndoshta sepse në marrëdhënien time të kaluar mungonin. Një ditë, ndërsa po pinim kafe, në kuzhinë gjatë pushimit të tij, biseda mori një kthes tjetër. Pa dashje, më pyeti nëse jetoja vetëm. Nuk e di pse, por nuk i dhash një përgjigje të shkurtër. I tregova për martesën time, për ndarjen, për mënyrën si gjithçka kishte përfunduar pa zhurmë. Ai nuk më ndërpreu, vetëm dëgjonte. Dhe ajo mënyrë dëgjimi më bëri të flisja më shumë se sa e kisha planifikuar. Që nga ajo ditë, e ndjeva veten pak më të hapur. Fillova të mendoja për të edhe jashtë orarit të punës. Jo si dëshirë, por si prani. Si një njeri që kishte hyrë në jetën time pa e trazuar, por duke e ndriçuar nga pak. Kur puna po i afroi fundit, e ndjeva një lloj ankthi. Shtëpia po merrte formë të re, por unë ndihesha sikur diçka po më ikte. Ditën e fundit, kur gjithçka ishte gati, e falenderova dhe i ofrova një kafe. Ishte një justifikim i thjeshtë për ta zgjatur pak më shumë momentin. Biseda atë pasdite ishte më e thellë, flisnim për jetën, për zgjedhjet, për gjërat që nuk shkojnë sipas planit. Nuk kishte premtime, nuk kishte deklarata, vetëm një ndjesi e qartë që mes nesh kishte lindur diçka që tashmë nuk mund të injoroj. Pas asaj dite, u desh shumë kohë që ta pranoja veten time. Nuk ishte thjesht dashuri, ishte rizgjim, një rikujtim se isha ende aftë të ndjeja,
të mendoja për dikë tjetër, të ndaja mendime pa frikë. Nuk ishte faktikisht një diçka e lehtë për ta pranuar. Kisha dilema, ndalesa, momente kur i thosha vetes se ishte më mirë të qëndroja vetëm. Por kishte edhe një të vërtet të fortë. Jeta ime kishte dalë nga gjendja e ngrirjes. Sot kur hyj në shtëpi dhe shoh muret e reja, nuk mendoj vetëm për ndryshimin estetik. Mendoj për atë periudhë ku mësova se ndonjëherë një ndryshim i vogël hap dyer që as nuk e dije se ekzistonin. Në moshën 40 vjeçare kuptova se dashuria nuk vjen gjithmonë me zhurmë. Ndonjëherë vjen me durim, me heshtje dhe me ndjesinë se dikush të sheh ashtu siç ti je.